unë duhet të pyes sinqerisht që a mund të ndodhë kjo, a ka precedent, sepse në letër ju thoni, ju bëjmë thirrje të pezulloni çdo kontakt zyrtar dhe çdo formë mbështetje politike për kryeministrin Rama dhe qeverinë e tij. Dhe pastaj ndaleni tek perceptimi, tek mënyra se si Rama interpreton këto. Një distancim i qartë thoni nga ana e Shteteve Bashkuara do dërgonte një mesazh fuqishëm në mbështetje të demokracisë, llogaridhënies dhe vullnetit vërtet popullit shqiptar. A mund ta bëjnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës këtë gjë pa pasur kosto ndërkohë nga ana tjetër edhe Shqipëria dhe shqiptarët? Po, Amerika ka disa nivelet, do të thënë, është Shtëpia e Bardhë, është Departamenti i Shtetit, janë Kongresi, janë Senati, pra kjo mbështetje ose ky distancim nuk është nevojë të vinë vetëm nga presidenti, mund të vinë nga institucione të tjera që veprojnë në mënyrë pavarur. Dhe është nevojshme, patjetër që është nevojshme që Amerika duhet të distancohet pak a shumë nga qeverisja e Edi Ramës, pasi vetë qeverisja e tij për 4 mandate nuk shkon me parimet e demokracisë, me parimet amerikane që domethënë në Amerikë lejohen vetëm 2 mandate rrallëzi, sa do i mirë të jesh, duhet ta dorëzosh pushtetin mas 2 mandateve, se ne e dimë shumë mirë që nëse një uheshësh qëndron sa më gjatë që qëndrojnë politik ose në drejtim, as me të lehtë ka fitoren për rrallën tjetër, pasi krijon lidhjet, krijon ato financat dhe mbështetjen në administrat dhe kështu bëhet i pazëvendësueshëm. Por demokracia funksionale, demokracia vërtet, sikur është demokracia amerikane, kërkon rotacion politik që të qarkullojnë elitat, që të jep mundësi edhe të tjerëve që të shfaqin politikat e tyre, sepse edhe nëse Edi Rama është një lider i mirë, ai bëhet i mirë vetëm për një pjesë të shoqërisë dhe gradualisht pjesa tjetër degradon në gjitha drejtimet dhe sigurisht që pjesa tjetër kërkon kalon në një minerancë dhe ne shkasim drejt një autokracie apo një drejt monizmi politik dhe të ideve, drejtimet në gjitha drejtimet. Dhe shqiptarët duhet të reagojnë ndaj kësaj, nuk duhet të flenë, nuk duhet të qëndrojnë, duhet të reagojnë, sepse demokracia dhe liria nuk falen, nuk zdrohen, ato fitohen dhe detyra më e vështirë është që ta ndrojnë këtë liri kur ta fitojnë. Sepse nëse nuk lëvizin, nuk e zëri i tyre nuk është i fuqishëm, atëherë kjo do të jetë një dezertim ndaj detyrës të tyre për të realizuar të ardhmen e tyre dhe fëmijëve të tyre. Shumë mesazhe bukur këtu për ta mbyllur, po unë kam edhe një pyetje të fundit, zoti Lumaj, sepse ju jeni aty, keni kontakte, keni informacione. Mund ta themi sot nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po flasim për administratën e re sigurisht, pas kaq muajsh në pushtet, kanë apo jo, pas një viti saktësisht, kanë apo jo më shumë informacion për situatën në Shqipëri, sepse vazhdimisht jemi ndalur në teza të ndryshme tek kjo çështje. Po, jam i sigurt se Departamenti i Shtetit, Shtëpia e Bardhë dhe institucionet e tjera amerikane kanë informacione, informacione të detajuara, por letra jonë ishte informuese, domethënë nga një kënd tjetër i vështrimit, jo nga Shqipëria, jo nga vendet e tjera, por nga një zë amerikan. Ne jemi amerikan, jemi shqiptar, por jemi amerikan, jemi mbështetës të presidentit dhe politikave të tij republikane dhe influenca jonë besoj që do të merret parasysh, duke pas parasysh faktin se kemi përpara dhe fushata tjera republikane dhe gjithmonë interesi është reciprok dhe i përbashkët, pra ne do t'i shërbejmë politikës së presidentit Trump dhe Partisë Republikane, por kërkojmë që kjo parti dhe kjo president ta ketë vëmendjen më shumë tek Shqipëria, tek gjendja, po. Dhe ndoshta besoj që do të ketë leta do të merret parasysh, leta nuk ka qenë kërkesë apo peticion, ka qenë letër informuese, ne nuk presim ndonjë përgjigje, domethënë zyrtare. Por ajo është lexuar, më thatë ju. Se dhe kjo vlen. Po, letra ka... Po, ne kemi marrë përgjigje, domethënë formale, që letra është depozituar dhe protokolluar nga zyrtarët e Shtëpisë Bardhë. Kjo ishte, domethënë, në pjesën procedurale. Ne mund të marrim përgjigje, mund të mos marrim, por qëllimi jonë ka qenë informues nga një zë i brendshëm amerikan këtu në Amerikë.